Pikën që të thotë që kjo është goditje politike. Është njeri që sot nuk po përmend Ramon asnjë moment në statusin e tij. Kjo është shumë totalisht jashtë kornizave politike reagimi. Nuk po përmend Partinë Socialiste. Pra po e mban të gjithë fokusin tek puna e tij personale. Pra është duke marrë raporti me gruan. Unë mendoj që ky njeri ka kuptuar që edhe Rama nuk e mbështet më në debatin publik dhe po mundohet që ta mbaj vet. Pra, është i vetmi me këmbë të veta të mbajë të gjithë betejën duke mos pasur asnjë leat. Dhe çfarë po bën? Duke ditur që s'ka leatë, ky po lufton me këtë lloj mënyre. Pra t'i japi me atë lloj objekcioni që thotë njerëzve, shiko, un jam njeriu që po punoj, un jam njeriu që po përballem me këta njerëz të Saliut, këta njerëz të korruptuar, këta njerëz që nuk kanë inat. Por e vërteta është ndryshe. Godite politikisht. Ja, ai përdor teknikën më të hidhur, që Rezardi mund ta konfirmoj. Ai po shantazhon gjyqtar. Ai e detyroi zonjën që të largohej. Dhe për mua është zonjën Oldashi, që ishte gjyqtare që do kishte çështjen apel. Dhe sot ky njeri për mua ra nga shiu në breshër, sepse e Gert Plumbi është një nga njerëzit më serioz në GKK. Pra është një nga gjyqtarët që ka seriozitet dhe nuk mund ta shantazhosh, nuk mund t'i bësh asnjë lloj presioni. Po Gerti ishte ai që tha për Berishën që pengon në punën e tij. Ky është njeriu, po ky njihet në perceptimin e opinionit të brenda juristëve, si njeri pa korruptor, njeri i drejtë, pra njeri serioz në punën e tij. Dhe duke u nisur nga kjo, Erion Veliaj ka përdorur Berishën në arrest, Ka një gjë, unë nuk duhet merrem ta gjykoj vendimin atij se nuk jam ekspert, gaboj. Ideja është që apo shkojmë drejt kësaj rruge me Veliaj në 11 mars. Unë mendoj që Veliaj nuk po. Do na kthesh në pikën sepse përmendet që i bëhet gjyq publik. Unë mendoj që Erion Veliaj është njeriu që ka dosjen më pak të publikuar në raport me dosjet e tjera. Është përmendur disa copza dosjes në fillim, tani nuk del as i pjesë e dosjes. Është vetëm një portal që nxjerr. Asnjë tjetër nuk publikon. Fal, dosja e plot. Sot po të kërkosh në Google, po të kërkoj një qytetar më, jo ti e unë, se ne kemi për... Dosja shumë e gjatë, mediatikisht është shumë pak, po pra mediatikisht, dosja e Veliajt është shumë pak e publikuar. Sepse nuk ka ndalë siç ka ndalë dosjet e tjera, ka dalë dosja e Ilir Metës me raste pa fund. Tani, që ta mbyll, që t'jap edhe kolegëve kohë. Unë mendoj që Veliaj po përdor rrugën më të poshtër ndaj drejtësisë, po i kërcënon. Dhe kërcënimin e din shumë mirë njerëzit të cilët kontaktohen për ditë nga njerëzit e Veliajt. Qofti blej, qofti friksoj, qofti shantazhoj. Kjo është më e rëndë, sepse ky njeri po luan me kokën e vet dhe për shpëtuar kokën e vet ky është gati të vrasë në thonjza çdo kënd që pengon atë drejt ambicjes tij politike. A mos ka marr garanci politike që thash e ka zhveshur diskursin e vet, domethënë e ka tërësisht jo politik, nuk e kam te sulmi që i bën opozitës, sulm dëgjoj. Ti si mund të pretendosh një person që është personazh politik i rëndësishëm të zhveshi në fjalën e tij diskursin politik? Po ajo që të bien është vetëm raportet e prokurorit me gruan e tij, mesazhet në mes natës. Domethënë kjo të bie është ajo që do mundohet të ul imazhin e prokurorit ke sfera e dy kolegëve. Po. Ajo që ai po bën është pikturoj një luftë në të cilën ai është i fafajshmi i cili mbahet kundër vullnetit tij dhe kundër gjithë provave në arrest, kundrejt një prokurorie që është një prokurorie devijuar mendërisht, e devijuar politikisht, e devijuar ligjërisht. Ky është. Jo, politikisht edhe politikisht. Po pra, e devijuar edhe politikisht. Po shumë pretendon. Është narrativa të çon mendosh që prokuroria është një prokurori që ndikohet politikisht nga Sali Berisha, se fakti që përmendet në të njëjtën tezë edhe prokurori dhe Sali Berisha do të bën të mendosh që ka një lidhje me këtyre dyve. Teknika të cilat Frogerti dhe Elmiri din shumë më mirë se unë. Po. Por narrativa që krijohet është narrativa e dy imazheve që po krijohet, imazhi i njeriu të punës dhe imazhi i njerëzve që shkelin ligjin, që shkelin moralin, që shkelin parimet e tjera. Kjo është ajo që po përpiqet të ndërtohet. Në këtë parim të përgjithshëm ka nuanca pafund. Janë dhe nuancat e kërcënimit, janë dhe nuancat e shantazhit, janë dhe nuancat e presionit, janë të gjitha bashkë. Por në thelb, ajo që përpiqet të bëjë dhe për të ruajtur ke parasysh një gjë, është një njeri që ka jetuar në politikë në 20 vitet e fundit. Dhe nuk, narrativa do të jetë gjithmonë politike, dhe gjithmonë në këndvështrimin e vijimësisë jetës politike. Në kushtet ku është i detyruar që të bëjë një jetë politike në këtë formë, që të mëruaj imazhin e tij politik si njeriu i punës, njeriu që bën kantiere, që ndërton shkolla, që ndërton çerdhe dhe tjerë, çfarë duash ti më flet. Ato që zoti Veliaj pretendon për veten. Përkundër imazhit që spaku e imponon ndaj qytetarëve, që është i spaku i imazhi i njeriu të korruptuar, i njeriu që ka abuzuar me fonde publike, i njeriu që ka
përveçuar fonde publike. Dhe në këtë betejë, betejë pavarësisht betejës ligjore, do të jetë betejë publike. Pse? Sepse ne të dyret kemi diskutuar këtë gjë, çka ka brendia ajo dosja, dhe qytetarët nuk mund të na dëgjojnë vetëm ne dyve, që jemi të paanshëm apo të anshëm. Zoti Velia përpiqet të ruajë atë që është pozicioni i tij në raport me qytetarët, duke thënë ai atë që është, ai mendon që është e vërtetë e tij. Bën betejën e tij politike. Por betejë e tij politike është të ruaj imazhin, të ruaj vijimsinë politike. Kishim zotin Meta që e filloi këtë strategjinë dhe pastaj e la dikun mes rrugës. Dhe në momentin që e la dhe nuk çonte më letra nga burgu, është u hesht, nuk flite më, nuk ishte më personazh publik. Apo zoti Saliani, kur është hera e fundit që ke diskutuar zoti Saliani publikisht? Se e diskutuar pse se nuk ka aktivitet publik. Jo, po ka një diferencë. Nuk e kam në vijimsinë e angazhimit publik. Jo, jam i qartë, po ai Erion Velia ka bërë diçka. Pra Erion Velia i merr informacion nga avokatët ç'po diskutohet jashtë. Pra i ka informacion të plotë nesër i thon, të nesërmën e bën debat në sonte. Të nesërmën Erion Velia mund të shkojë një memo, një përmbledhje, që në panelet televizive janë diskutuar akuza për këtë, akuza për këtë, po nuk e di unë çka ka. Unë e di që nuk ka për shembull. Unë e di që po bën burg. Po shumë thonë, nuk e di. Është i vetmi i cili mbajti burgosur që ka takimet përditshme dhe i lejohet çdo kush që mund të takojë. Mua më rezulton krejt e kundërt. Po është pranuar publikisht kjo gjë? Mua kush e ka pranuar publikisht? Ai që thotë nuk më lejon të takoj as fëmijën. Drejtoria e Burgjeve ka bërë deklaratë. Por gënjeshtron drejtorinë e Burgjeve me këtë që thotë. Ai thotë që nuk ka lidhje nga s'po, nuk ka rëndësi. Pra thelbi është ky që ai thotë sonte në mediat që nuk janë dashamirë të mia, thotë Erion Velia, thotë është diskutuar kjo lidhje me biznesmenin X ose ky udhtim me charter. Ai përpiqet. Dhe të nesërmën ai thotë sigurisht që me gjykatën kam një punë tjetër dhe do e bëjnë avokatrit mbrojtjen, po un kam një detyrë të bëj avokatin e vetes time përballë publikut si person politik. Dhe ai është në tentativë për të çmontuar përpara publikut, jo përpara gjyqtarit, përballë gjyqtarit popullor, jo përpara gjyqtarit institucional, për të çmontuar akuzat. Pra është një betejë e tij e cilën është krejt normale ta bëj, siç e ka bërë usta i madh atje që po udhëheq revolucionin që do rrëzohet dhe Rama këtu, pra Donald Trumpi. Pra deri dje këta që ankohen që Velia i po shantazhon, bërtisnin që Donald Trumpi po bën shumë mirë ja shihni Trumpin. E kupton? Tani pse na doli burri keq Velia që po e bën? Tani ka patur drejt dhe ai dhe ky, pra Velia po kopion Trumpin me fjalë tjera. Okej. Rezart, tani si avokat, në 11 është vendimi i apelit për masën e sigurisë Veliajt. Si bëj fallxor unë tash. Jo, ideja është do të ngacmoj. Ideja është ke drejt në të pikë, po çfarë pritet të ndodhë, domethënë nuk paga shumë në dëgjoj, nëse do flasim a ka raste ku janë liruar, si janë liruar? Ka raste, nuk është që nuk ka ndodhur më parë. Nuk mendoj që është ky rasti, por ky është perceptim. Do mund ta kem dhe krejtësisht gabuar, por mendoj që nuk është ky rasti. Për aq sa unë e kam lexuar dosjen. Dosja nuk është. Unë mendoj që një nga pikat më të forta që prokuroria do ta ngrejë dhe në gjykatën e apelit, do ta ngrejë shumë fort besoj, është çështja e ndotjes provave një dhe kërcënimeve apo shantazhit që i bëhet anë hetuesit BK-s dhe prokurorit. Që e bën të në optikën ligjore, duke parë, po e zhveshin tash që diskursin politik. Në optikën ligjore, më thënë, postime që bën zoti Veliaj kundër prokurorit, njërit prej dy prokurorëve të çështjes, janë të papranueshme. Jo se janë të papranueshme. Fustane Xhiu, si tha. Dgjoj, unë nuk hyj sepse të qenë të papranueshme është diskutim shumë politik i gjës. Jo. Të varet nga kush objektivi që ti ke. Por nëse do ta marrësh në konceptin strikt ligjor, mund të interpretohen, le të themi, pa një sforcë shumë të madhe nga gjykata, si qëndrime të cilat cënojnë figurën e prokurorit dhe mund të interpretohen edhe si kërcënim ndaj prokurorit. Dhe duke qenë se një gjë të tillë ti e bën në një masë sigurimi, imagjino se çdo të ndodhte se do të ishe jashtë masës, gjendje të tillë. Kështu që perceptimi im personal është nuk ndryshon gjë masa, po thash ky është pyetja lidhej me një pyetje tjetër që sot është, le të themi, ka qenë gjyqi
paraprak për zotin Berisha, prapë për shtyr seanca për në datën 13 kësaj here. Se kjo data 13, do më thonë, na është bërë kështu si... Mirë që s'është ditë e premte, se do ishte e tmerrshme pastaj. Nuk e ke marrë vesh lajmin ti? Po. Se që nga i pa informuar. Gjyqin, doktorit, ja ka shtyr Edi Rama. Di pse? Sepse do që ta paralizoj doktorin dhe të mos e lejoj të bëj protestën e mesit muajit që ka paralajmëruar me që u mbyll TikTok-u. Po, do e diskutojme dhe TikTok-un, e kemi. Po, në datë 13, Rezart, pyetja është, kjo është një gjyq që po shtyhet vazhdimisht. Shumë kurioz. Jo, seriozisht po më kurioz. Po shtyhet vazhdimisht. Çfarë versioni që të ka bërë? Shumë. Jo, ideja është po shtyhet vazhdimisht dhe si ka mundësi, domethënë është një gjyq krejt normal, duhet kishte nisur gjykimin për zotin Berisha. Ky është qëndrimi po tani 3 ditë. I njerëzve. Kam unë një gjyq gjykatën e Durrësit që është në të njëjtën fazë që është zoti Berisha, kam një vit e gjysmë që nuk kaloj dot ka faza tjetër. Kështu që. Të përtej Po ka shpejtësi tjetër kjo e zotit Berisha. Nëse kjo është, hajde se do të diskutojmë për sistemin gjyqësor, por mendoj që seancat janë lënë afër, që do të thotë vullneti është për ta vazhduar gjyqin, gjykata mund të lënë data 6 sot në datë 13. Që do të thotë jemi afër konkluzionit. Aty varet se çfarë kanë kërkuar avokatët, çfarë kanë kërkuar palët. Me aq informacion se ka dalë në media, besoj që palët i kanë mbaruar mbrojtjet e tyre dhe diskutimet që kanë pas rrjedhje në raport me çuarin apo mos çuarin çështën e gjykimit. Janë dy opsione gjykata. Si duken baset? Pra, mund të aprovohet akuza? Unë mendoj që ajo çështje shkon për gjykim. Shkon për gjykim. Besoj që shkon për gjykim. Më thënë, ka elemente të mjaftueshëm që duhet i nështrohen shqyrtimin gjyqësor. Dhe eventualisht parashikohet një tjetër ofensive doktorit ndaj Spakut. Prandaj është lënë ajo sot për datën 15 që theti Flokert, protesta. Unë mendoj që data... Ai është, në qoftë se avokat, se mua më falet të fantazoj, ty jo, edhe ti e zgjedh mos e bësh. Në qoftë se data 13 do aprovoj gjykata çështjen, pra që dërgimin për gjykim, këtë doktori e di që sot. Në kuptimin juristët e tij e dinë që sot. Nuk po flas për pjesën tjetër të informacioneve që mund të ketë, nuk di ti them ato. Opinioni ligjor mund t'ja ketë shprehur. Po pra, ja ka shprehur që shanset që janë 60-40. Janë në disfavorin tonë. Dhe eventualisht duhet një reagim. Dhe në qoftë se ajo gjëja do ndodhi, ai po paraprin opinionin publik me një protestë që sot, që të mos dali surprizë organizimi 13 për 15, pra sot për nesër që të mos ketë kohë, ka dhënë, nuk ishte krejt pa bazë që thash çfarë, kishte i të vërtetë. Jo, 13 me 15 janë interesantesh. Unë mendoj që nuk ka asgjë të re lidhur me fatin e çështjes Berisha, sepse të gjithë juristët që neve kemi vite që e diskutojmë, u bë gati një vit, e thonë që kjo çështje do shkojë drejt gjykimit. Pra ka qenë Rezarti, këtu kanë qenë të tjerë. Dhe çështja e gjykimit ka një afat tjetër akoma më të gjatë. Jo, pastaj flasim për një 2-3 vjet. Do zgjasim me vite. Nëse deri dje thonin që është nën hetime i pandehur. Ndryshon narrativa pastaj. Po ndryshon patjetër se jeni në akuzë, pra gjykata ka pranuar. Në akuzë është që sot. Jo, në kuptimin në procesin hyn në një fazë. Nëse çështja shkon për gjykim, ajo që ndron narrativë është fakti që nuk diskutohet, sepse nëse dosja nuk do kishte prova, do pushohej. Vetëm se ka një gjë, në qoftë se ajo nuk pranohet nga gjykata dhe fiton doktori, atëherë dije që amerikanët vërtet po i japin doktorit jo, merret, jemi para zgjedhjeve, normalisht ashtu do të thotë, është një moment që të gjithë palët luajnë për të goditur njëra tjetrën. Në këtë moment e vetmja gjë që mund ta godasësh Berishën edhe të japësh t'i ngulitësh në mendjen e qytetarëve Berishën është si njëri që është në hetim nga drejtësia apo merret, pra për t'i ulur pik politikisht. Dhe kjo çështje mund të jetë një nga ato rastet ku Berisha mund të marrë, goditje politike në syrin e qytetarëve apo votuesve. Po avantazh politik nëse nuk pranohet. Në rast se nuk pranohet dhe mbylli këtu është rritet shumë fish, disa herë më shumë. Por duke qenë që kjo çështje që mund të shkojë për gjykim, sepse në
në arsyettime normale mund të shkojë, sepse dosja është më dhënë aty. Ka volum dosje dhe gjykata të dyshoj që gjykata do marri përsipër të bëjnë nul provat e prokurorisë pa janë nështruar shërtimin gjyqësor. Keni parasysh që gjyqtari i hetimeve paraprake nuk merret me provueshmërinë e provave, thënë ka faj apo s'ka faj. Çore për gjykim është merret me sasinë. Zoti Berisha është gjithmonë i pafajshëm. Derisa të ketë një vendim është sasiore për apostuar. Jo vetëm sasiore. Është ajo që konsiderohet si dyshimi i arsyeshëm ose ka një provueshmëri të pranueshme që çështja të nështrohet shërtimi gjyqësor. Ka një panoramë qartë. Kjo panorama ta krijon ty përshtypjen që mund të ekzistojë faj. Jo ekziston apo jo faj, që mund të ekzistojë faj. Sepse kjo